Florian Binaj do të jetë kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës pas zgjedhjeve në nëntorit. Komediani i njohur mos e shumti për imitimin e kryeministit Edi Rama në Portokalli, por edhe për shumë role të tjera në skenë, shpalli kandidaturën të shtunën dhe mbështetet nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Shqipëria B deri më tani. Kryeministri PD-s e vlerësoi figurën e Binajt, por duket se këtë mendim e dante edhe Edi Rama, i cili në një postim në Facebook 5 vite më parë e uronte për ditëlindjen e aktorit. Në rrjetet sociale po qarkullojnë pikërisht këto vlerësime që Rama dikur ja bënte aktorit dhe sot do ta ketë përballë për Bashkinë e Tiranës. Florian Binaj është një djalë king me botë të bukur, i talentuar dhe i edukuar që mes plot talenteve të ekranit të vogël ka spikatur me sezon time në shfaqjen më popullore më kreative televizive sipas meje, Portokallia rekordeve të frikshme të audiencës televizive. Duke i uruar sozisë time gazmore ditëlindjen dhe shëndetin, forcën krijuese e çdo mirësie e mbarësi për veten dhe të dashurit e tij, uroj njëkohësisht që energjitë pozitive të Florit dhe kolegëve të tij të talentuar të çdo ekrani ta ushqejnë sa më mirë publikun në këtë kohë, posaçërisht sfiduese për të gjithë, thoshte 5 vite më parë Edi Rama në këtë postim dedikues për aktorin në Facebook.